Hello njerëz, unë e sonte deshta me bo një skincare edhe më ju tregu se cilat produkte unë i përdori. Ju e dini që unë pjesën e fytyrës dhe trupit e kam shumë siklet, se kam qenë me pas sa më të pastër. E di që shpesh na ndodh me na dalë një puqë dhe vogël, po menoj që zgjidhja e dur është me përdor produktet e duhura. Edhe po fillojmë. Unë zakonisht nisem me pastrimin e fytyrës edhe përdori qëto. Se u hapita nisa para se me vazhdu video, më falni. Më ka dalë shumë e mirë, edhe besoj që edhe për njerëz që e përdorin e din që ka shumë efektin e mirë. Unë qëtë rutine e bëj çdo natë, nuk muj me flejt me make-up. E se dhe moshtas që kam gjerime çdo ditë. E la pak qështu me mejtë në fytyrë. Që fytyra jam pas pastrimit. Tash, fillojna. E kom pa një make-up artist, s'pja për me në emrin, që i përdor qëto produkte edhe jam befasu. Kështu që mos si veç kur të shoh që ka fillu me mbaru, e blej direkt, se s'moj me najt pato, edhe pse m'beg, ku të fundit meta edhe ju myt të i lip në dom trofimit. Është e Diorit. Ups. Shpërndojna në krejt fytyrën. Po do këtë sikur qita ma pak që pjesën tjetër. Ose garant ka rëshit. Tash është kremi i dytë, edhe kjo është e Diorit. Qes ma mirë në dorë. Që unë duke shumë qudit, se nuk jam mësur shumë me video, edhe shpresoj që kam ju pëlqy. Zakonisht unë ngoj shumë muzikë kur jam të i bo pastrimet e fytyrës. Edhe nuk e di a janë krejt qika që shto vezveza si koronë, amo unë jam pak si e tepërt. E di që e teproj. Po nuk mojnë diqysh, edhe besam që nuk ka njeri që unë vetë, pse ki fytyrën që ka qëtë pasë, po nuk e din ato që hegjone. Dhe që të baby. Definitivisht janë të po shumë nervos. Tash e kena kremin e fundit. Është hidradus, është e Chanel-it. Unë nuk i përdori kur veç një personet ose veç një firmës. Gjithmonë i përzi edhe dyqysh më duket që për shembull hidratusi i Diorit edhe do lapsat syve më përshtaten ma shumë se sa të Chanel-it. Disa i përdori për shembull të Marios. Kritikat më të mëdha që unë muj mi pas në familje janë që shpesh sa i tepër shumë pjesë e kremave edhe parfumave e shmikave. Bile shkuqët e mi jam kritikojnë së dhe gjyna që te i blenë që ka të shumë sana edhe ka njerës dhe nësë mi përdorë se unë nuk di mi përdorë. Tane e përdori që të serum për flokë
është tepër i mirë. Edhe tash ku kam produkt me mirë. Ja dola me qelë. Unë e qasë qështu. Ja nisi me I fërku qështu. Si lloj masazhe në raj. Tani kam edhe një spray për flokë, për me nejt volum, edhe kam një për bishtat flokëve, po shpresoj që videon tjetër kur të bëj, kam me ju tregu se e kisha harru kësa here. Ups, që mu që në flokë që ashtu. Kështu që është erdhëm të pjesa e fundit. Unë I përdori qëto nërsye, kam pak problem se jam shumë e lodhme, se nuk flej shumë. Sidomos mas daljes të ndbikut që punoj që ka të shumë, mundu që flej ka 2-3 orë, edhe po lodhma tepër shumë, për më duk ftyra sa ma fresh. Unë jam të I përdor qëto syve, nuk e di as vetë që kanë emrin, po mu I mjavë qumë foto kush është I interesu. Më kanë dalë shumë të mira, edhe po kam sukses. Unë I qasë në fillim me dorë, edhe dikush I qatë në tjetranon, e dikush I qatë si korone, po unë e kum qafë me kam pak më ndryshë. Kështu që tash marrëm lugën. Edhe ja bëj qështë. Edhe flej me tu. Nuk qona. Që tash nuk qona. Të me thonë flej me tu deri të qona. Se lidha. Shpresoj që ju pëlqen, edhe për krejt që e një t'interesu, mu I mjavë qumë me foto në video në dytë, ju puthi.